Unë mendoj që pa marrë parasysh kushdo që tjetë, jo disa pikat kryesore që prokuroria e gjykatës mund të pushu, ligji për konfiskimin e pasurive këtu më shku, që kërkojnë edhe ndërkombëtar. I nderuam veç pak, lutem me leje që to se mas jam i fushës edhe jurist nga sa për që me shku me konfisku pasurin, edhe me qëto ligje mundët me shkue, me ja konfisku veç do të më ngri këta të akuza dhe me pas argumente, si do që tjetë. Na s'pëdojna se jënë çështje të veçanta, legislacioni, ato kretë me gjykat me prokurori, na nuk do të përzimi, ti do të me jufru kushte, gjykatëse, prokurore, bashkëpunëtore personale, referentave të kushte sa më të mira, pa marrë parasysh, ajo është e shtetit Kosovës, çdo politikan shkon në vend, institucionet e Kosovës me qenë funksionale. Sa për si s'ka ligje, veç pak lutem, sa për s'ka ligje, me shku me konfisku, si që kanë, ti që ka konfisku XY-nit, mundet edhe këtyneve, po veç do të vullnet dhe jo me fol këtë diçka tjetër, jo me fol diçka tjetër dhe diçka ti me veprue. E ki rastin e noterve, e dim shumë mirë, me leje nderum, e dim shumë mirë, partia në pushtesa ka qenë, i ka thonë nuk u me t'imru ata noterët e juvet PDK-s, kur ta shumica, kretë janë ato dhe kanë bo ato kalkulimet politike dhe ato marrveshet që na si dina, jo si dine për na i dim dhe me gjithë respekte. Dhe me vëmendje, kushto që nuk ka të deklaruar ko ka marrë pasurin, në qëse dojmë shtetin me këtë përpara. Pa tjetër. Po. Edhe ky ligj nuk e ka bo vetë vendosje, po ka bo ato të Venedikut, që kanë aprovuar kanë bo. E ka pas edhe Italia, ka pas edhe Kolumbia, shtetet që janë s'pe më hojna na mës me pas ligjin, lutëm. Na s'pe me hojna mës me pas ligjin, me gjithë respektin. Po, e përfundon zotëri Oseko dhe dëgjojmë pastaj edhe Kërtoqin. Unë mendoj që këto ligje do më bo, për libe dhe ndërkombëtar. Prokuroria e kemi pasur ambasadorin e fundit, na marrë të butën. E kemi pasur ish ambasadorin përpara që tha prokurori gjykatës të japin dënimet e vogla sa që janë çështje rake. Pra, duhet në sigurisht me marrë të sa, edhe me vërpun këtë mënyrë. Në qëfë se dojmë shtetë përpara, qëfë se dojmë shtetin. Po partia në pushtet, s'po mëjmë s'me reagu me gjithë respektin, partia në pushtet e ka në dorë të gjitha me abo ligjit kushtet i thashtë. Dhe jo mi që ata gjyshtarë që i njetë të preferumit, edhe partit e kaluare i kanë që njerëzit e vetë. Po dhe tash kjo partia, me gjithë respekt për ministrën Haxhio, të gjithë se na e dim dhe që kemë punë në për gjykatë në institucione se e dim shumë mirë qëfar gjykatë. Unë e për të veç një shembol, ju ka konfisku njerët në komunë Prishtinës, një patërshmëri në lagjën e mshirë. Qita gjyshtarë që i ka emëruar kjo ministra e respektuar, i zbatan vendimet e ish regjimin në Jugoslavi që ka marrë patëshmëria me dhunë, me gjithë argumentin. Qa po të ma shumë dhe, e shumë ka raste. I ki përmi 300.000... T'lutna. I ki 200 tana që 4 vjetë ndërzu, asë një shumë marrë përsipe. Kush që ka fajnë këtu? Kjo është prokuroria, pra. Jo prokuroria, jo. Gjyshtarë t'i caktun, jo prokuroria. T'lutem. Dreshta dojmë shabe mbi sheqerit, t'lutem. Po, zotëri Oseko ta përfundojmë dhe... Po, 230 plan të ndërzuara, edhe asë një për tyre nuk njëve, kemi problem